Është mbyllur me 3 viktima rrjedha e ngjarjeve tragjike të shënuara këtë të premte në fshatin Vjedhisht të Roskovecit. Pas 55 vjeçarit Arben Plaka i vrar nga ishi fejuar i vajzës së tij Refit Buzi dhe vetvrasjes së këtij të fundit disa orë pas krimit, ka ndërruar jetë dhe Belere Plaka. Gruaja nuk u mbijetoi plagëve të rënda që mori gjatë sulmit me armë në banesën e familjes. Seria e ngjarjeve që tronditën vendin nisën rreth orës 5 të mëngjesit, kur 35 vjeçari Refit Buzi, i njohur dhe me emrin Ertil, shkoi në banesën e ish partneres së tij dhe qelloi me armë gjahu ndaj prindërve të saj. Arben Plaka humbi jetën në vend, ndërsa bashkëshortja e tij Belere Plaka mbeti e plagosur rënd dhe u dërguar në spital, ku ndoroi jetë disa orë më vonë. Pas sulmit 35 vjeçari mori peng ish partneren dhe mbajti nën kërcënimin e armës për rreth 5 orë. Më pas ai e liroi të palënduar dhe u largua në drejtim të kodrave të Kurjanit. Forcat speciale Renea rrethuan automjetin ku ishte ngujuar Refit Buzi dhe për disa orë tentuan ta bindnin të dorëzohej. Pavarësisht thirrjeve të policisë dhe negociatave, 35 vjeçari refuzoi të dorëzohej dhe i dha fund jetës me armën e gjallë që mbante me vete. Ai thoshte hadni se do vrasë gjithë. Është pa lajmëruar disa herë, se është kapur disa herë ky person. Në fjalë edhe policia ka prokuroria nxjerr, urdhëroi sot është. Të afërmit e familjes Plaka e cilësuan ngjarjen të paralajmëruar, duke pretenduar se ish dhëndri i kërcënonte vazhdimisht. Do vish tu tek unë pa mua ti nuk e vën dot jetën se ai. Unë do të vras gjithëve, do të bëj kështu shantazhe që ka bërë, kanë qenë parashikuar këtë. Ndërkohë prindërit e Refit Buzit dhanë një tjetër version për shkaqjet e konfliktit me familjen e ish Krushkut, duke pretenduar se përplasja kishte nisur për një shumë të madhe parash. Po si vajti çuni, i punoj ande, dorë gedek, aty ku se vjen. Nuk i dërgon dhe lekët. Mama ne nuk jafë kishte, se kam lejt braba, kam bolz, nuk pranonte. Ertil Buzi ishte përmendur dhe në mediat britanike në vitin 2022, kur u raportua si ishte mbajtur peng nga disa shqiptar për shkak të një borxhi që lidhej me veprimtari të kultivimit të bimëve narkotika.